Janë zbardhur detaje në lidhje me aksidentin me vdekje që ndodhi në aksin rrugor Pogradec Qafthana afërsi të fshatit Pojsk. Drejtuesi i mjetit Amarildo Islamaj është 32 vjeçari nga Vlora, i cili sipas policisë ka humbur kontrollin e mjetit duke u përplasur me barierat mbrojtëse të rrugës në të dy krahët e saj. Goditja ka qenë shumë e fortë dhe shoferi ka marrë dëmtime të mëdha që i kanë shkaktuar humbjen e jetës, ndërsa i plagosur rënd ka mbetur edhe një pasagjer që po udhtonte me të. Informacion para prak. Në aksin rrugor Lin Pogradec, shtetasi AI, 32 vjeç, duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe përpasoj automjeti ka dalë nga rruga. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i automjetit shtetasi AI ka humbur jetën në spital. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.